Ky është epizodi I parë I podcastit Horizon Talk. Përshëndetje, unë jam Lina Reshica dhe ky është epizodi I radhës I podcastit Horizon Talk. Kam nderin dhe kënaqësinë që sot ftuar të kem zonjën Edona Turtulla Roda. Një biografi voluminoze, drejtoresh e shkollës së mesme Qendra për kompetencë në Prizren, trajnere e këshilltarëve për karrierë të rinjve në nivel Kosovë, gjithashtu edhe trajnere e të rinjve në Rotario. Faleminderit që e keni pranuar ftesën. Shumë faleminderit për ftesën që më keni bërë, për mua është kënaqësi me qenë në mesin e rinisë dhe në mesin e një talk Horizon Talk të kaq të mirë. Tema që kemi me fol sot lidhet pikërisht me neve rinin, kemi me bashkë bisedu dhe kemi me nda mendimet tona mbi orientimin në karrierë, gjithashtu edhe këshillimin për karrierë. Du me nisë marrë parasysh profilin e juaj dhe punën e juaj prej perspektivës personale, ose qoftë edhe profesionale. Çka nuk kupton ose cila është rëndësia e orientimit në karrierë ose këshillimit për karrierë, sidomos për neve të rit. Orientimin në karrierë ose këshillimin në karrierë, siç e thojmë na, është një temë shumë e gjanë. Edhe është një horizont shumë I gjanë për rinin edhe për gjithë popullatën, se karriera nuk fillon në moshën shumë të re edhe nuk mbaron. Karriera është diçka që zhvillohet me zhvillimin e personit. Ashtu që për juve rinin, për rinin të cilët janë ende në bankat shkollore, pjesa e orientimit në karrierë është një ndër pjesët kyçe të cilën kam ju thonë juve zhvillimin e juaj edhe kënaqësinë gjatë zhvillimit. Do me thonë, në një aspekt ose tjetërin e ka një rëndësi gjatë madhe në rritjen profesionale tonën, të fillu në shtatë qysh prej shkollës mesme më herët? Mundemi me fillu të pjesa më herët, se nëse ju kujtohet juve kur keni qenë të vegjësh do kush ju ka pyet çka kemi bukuritësh, çka kemi bukuritësh, ato janë kon hapat e para në të cilën një fëmijë, një nxënës fillon me mendu për karrierën e vet, duke mos qenë I vetëdijshëm që është karrierë, por duke qenë I vetëdijshëm që ku po e sheh veten në të ardhmen. Është një ndër pikat kyçe të zhvillimit. Para se me I diskutu se cilën pjesë veç e veç, po më intereson është ta një lloj procese që shkon që kjo këshillimi për trit për përfshirjen në karrierë. Do të thonë, a ka një proces të caktuar, a ka një fazë në për cilën na trit duhet me di që duhet me kalu në si periudhë kohore të caktuar që me mri në shtadën çat nivel që e kuptojmë se ku po dojmë me orientu për të ardhmen? Gjithsesi, në procesin e kalimit në bankat shkollore, apo po e kthejmë pjesën e bankave shkollore të klasës 5-6, të klasës 9-10, jo automatikisht kene me pas një farë vlerësimi në vetvete dhe vlerësimi me këshilltarin e karrierës, se cilët janë prirjet e juja, cilët janë aftësitë e juja të cilët ju e vlerësoni veten edhe ndjini veten mirë. Pra, këshillimi I karrierës, karriera e vetë personit nuk është karrierë e cila nuk është një zhvillim, e cila do t'ju tregon se ku jeni statistikisht mirë ose në cilën land jeni mirë. Është pjesa edhe ku ndiheni mirë, ku ndiheni të motivuar. Po du pikërisht me ndalë qëtu. Unë menoj që një prej se vetë, do me thonë, tash jam në klasën e 12 edhe jam në si periudhë që, do me thonë, e kam periudhën për me orientu në karrierë, mirë po menoj që një problem që e hasin trit është, po thonë kushtimisht, zbulimi I vetvetes. Do me thonë, ose njohja e vetvetes, me di çka ju pëlqen, për çka janë të aftë, për çka janë të prirur, qysh mundemi na, do me thonë, me lidh në shta procesin mësimor edhe kohën që e kalojmë në shkollë ose kohën që e kalojmë në shtëpi për me zbulu vetveten edhe për me zbulu dëshirat ose pasionet tona, kush mendoni se mundet me na ndihmu për këto, përpos vetes tonë? Përpos vetes juaj, mas pari ju ndihmon rrethi juaj, I cili din se si jeni zhvilluar, edhe ku I keni pikat më të mira të juajat. Karriera nuk zhvillohet vetëm me pjesën e shkollimit. Karriera zhvillohet edhe me pjesën e empatisë, me pjesën e inteligjencës emocionale që e keni dhe me pjesën e interesave juaj. Zakonisht e vëreni atë pikë në të cilën tash jeni maturant edhe dini çka është CV-ja dhe si plotësohet CV-ja, në pjesën e fundit CV-s shkruan your hobbies. Po. Do të thonë, hobbies nuk janë vetëm pjesa sportive për rekreacion, është edhe pjesa në të cilën ju e ndini veten mirë. Edhe këshillimi I karrierës, edhe orientimi në karrierë fillon në ato hapa. Njohja e vetvetes çdo herë në tani jetën do të zhvillohet. Se çdo herë njeriu e njeh vetveten në të gjitha sferat të ndryshme. Po, në pjesën e karrierës, në pjesën e zhvillimit të mëtutjeshëm profesional, aty fillon reflektimi mbi vetveten edhe fillon reflektimi duke u bazuar në njerëzit që kanë përvojë.
Në të shumë të rasteve, e kam përshtypjen që, sidomos pra po them, mas shkollës mesme kur orientohemi për studime, e kemi një lloj tendence që me zgjedhë atë universitet ose atë fakultet në cilin ose për cilin na ndihemi mirë dhe kemi pasion. Mirë po, ekziston një farë lloj dualiteti, po them këtu, midis pasionit, dëshirës edhe mundësive reale të tregut të punës. Do me thonë, qysh qëndrujnë qëtu të dyja në raport me njëna tjetrën. Për shkak që, po thëmë, një shembull, një fëmijë mundet me pas dëshirë, mundet me pas pasion me u marrë me një fushë të caktume, mirë po, mundësitë që i ofron tregu i punës në shtetin ku ai jeton, nuk janë ndoshta të mira ose të mjaftueshme, ose fitimprurse pikërisht për çat fushë. Atëherë, cila mendoni që është zgjidhja më e duhur ose çka duhet me ndërmarrë çaj person? A duhet me ndjek këtë rast pasionin apo duhet me kthyer me ndërthur dyshych pasionin e tij që me pas edhe të ardhme më të sigurt, po them. Realisht pasioni duhet me pas një ndërlidhje të fortë me pjesën financiare. Nëse jemi të folë për një të ri, i cili do të jeti pa mvarur, i cili do ta zgjidhë karrierën e vet dhe do të fiton, është e njëjta që ndërlidhet me tregun e punës që duhet me pas një pagë. Pasioni i cili është i suportuar me një pjesë financiare është pjesë e zhvillimit të karrierës. Paga e cila nuk është e suportuar me pasion është vetëm mbijetesë. Për atë, ne çdo herë thojmë, nuk janë asnjë profesion nuk është i kufizuar me kufi të trash. Në çdo profesion ju mundeni me zhvillu vetveten, edhe mundeni në ndërkohë me zhvillu edhe një profesion të ri. E mira që është që shumë shpesh mundeni me i pa edhe me u motivu, me edhe pjesës motivational speakers, të cilët i kemi në internet, të cilët nuk kufizohen vetëm me rrethin tonë, me Kosovën, Shqipërinë ose Evropën, po i keni informatat nga e gjitha bota, se si njerëzit e kanë zhvillu vetveten, edhe kur ka qenë faza për ta zhvilluar vetveten. Po më intereson për shkak se masive që na të fol kush ndikon, çish ndikon, është edhe një temë tjetër që unë e vrej shumë të trit, influenca, nuk po du me sujt imponim, po du me sujt influencë, mas pare, influenca që vjen prej, po folë njëherë prej prindërve ose prej familjes. Tash, unë menoj, ose supozoj që ka influencë pozitive, ka influencë negative, pa dyshim. Edhe kësa influencës negative, në rastin tonë konkret, ja luajmë në një imponim. Mirë po më intereson prej perspektivës juj, sa mendoni se ndikon të rritë për me zgjedhë një karrierë prej prindërve ose familjes së tyre, edhe është për një me vendimi i duhur, sepse na jemi të prirur me besu që prindi e den. Prindi e ka përjetu si situatë, kam rrinë në sa të fasë që është ma i zhvillum, qoftë profesionalisht, qoftë emocionalisht se sa one, edhe din të mirën për mu, edhe jemi të prirur me i besu që ati mendimit prindet. Mirë po më intereson për juve, edhe në rastin influencës pozitive edhe negative, ç'është duhet me vepru na në rast se kemi kësaj influencë prej familjes. Realisht nëse po flasim për një 18 vjeçar që është maturant, edhe që do të vendos të studion ose do të vendos të hyjë në tregun e punës në të njëjtën kohë, atëherë ai i ri duhet të bëjë krahasimet e aftësive të veta së bashku me prindin e vet. Nuk po e them atë pjesën e ndikimit, është pjesa në të cilën prindi ty një nxënës, një të ri, e ka pa prej fillimit, prej hapave të para se çka i intereson, ku kënaqet, cilët janë njohuritë të cilët i don, edhe cilët janë njohuritë të cilët i din. Tash duni me dallu atë pjesën e dashnës, cilën njohuri e don, edhe cilën njohuri e din. Se për me ditë njeriu lexon edhe mëson. Po për me dash duhet me lexu edhe me ndikën atin te. Në ndërkohë me hulumtimin e tregut të universiteteve jemi tu e fol, me hulumtimin e tregut të punës, me hulumtimin e mundësive të cilët jipen, atëherë mundeni me bëj një gërshetim të mirë. Atëherë ulemi ballë për ballë edhe diskutojmë. Si me këshilltarin e karrierës, ashtu edhe me prindin. Se askush në atë moment, në atë fazë nuk mundet me vendos në mënyrë decisive. As ju si të rinj nuk mundeni me vendos për karrierën e juaj, po vendosni për pasionin të cili po ju pëlqen. Derisa prindi dhe këshilltari i karrierës mundohen me qenë pak më racional në aspektin e mbështetjes edhe financiare dhe zhvillimore, të cilën ata e shohin nga pasqyra e vet, i riu e sheh pasionin nga pasqyra e vet. E këtu duni me pas një gërshetim edhe një bashkëpunim në të dy anët. Pajtona, shumë e vërtet, po është edhe rrethi, është edhe shoqëria. Do me thonë, e kena shumicën e ditës na e kalojmë në shkollë, e kalojmë të rrethum prej shoqënisë, për pas familjes, do me thonë, prej njerëzve ose bashkëmoshatarëve, edhe sa mundet me qenë, ose sa mundet me pas ndikim rrethi me cilin rrim, shoqëria me cilën kemi komunikim ndoshta në zgjedhjen e një karrierës për të ardhmen. Rrethi ndikon. Do të thonë, në rreth mund me quaj edhe familjen. Në rreth mund me quaj edhe shoqërinë, po dallimin mes rrethit të familjes e cila është e pjekun edhe rrethit të shoqërisë, në të cilën jeni në të njëjtën vorbull të zhvillimit,
mundet me ndiku pa indikime shumë afatshkurt. Sepse në momentin që uleni ju me vetveten, me bisedu me vetveten, se çka du unë me bë, nuk ndikon askush. Ndikon vetëm Rina në vetveten e saj edhe Rina i bën krahasimet e veta. Kjo është ajo pjesa që në këshillim të karrierës na shumë shpesh e flasim me nxënësin i cili do të më orientu, do të më studiu, e informojmë për universitetet cilët janë, për mundësitë cilët janë në bazë të studimeve që i ka pas. Në bazë të shkollës paraprake që i ka pas, ku i ka zhvillu kompetencat e veta. Tash nuk kemi të folë vetëm për kompetencat dhe njohuri shkencore, jemi të folë edhe për kompetencat ndërpersonale, jemi të folë edhe për shkatësitë e buta, jemi të folë edhe për inteligjencën emocionale, jemi të folë edhe për empatin. Do të thonë, një person i cili mundet me qenë potencialisht introvert, nuk mund të me qenë person i cili dëpërton në botën e jashtme. Ai person duhet prapë ta zhvillon vetveten në fillim, në rrethin e njoftun, pastaj t'i thej kufit e vet. Nuk guxon asnjë të ri, asnjë person nuk guxon me ndru rrethin 100%, me propozu me ndru rreth 100% se nuk ka sukses. Personi i cili është i orientuar në tregun e punës, atëherë çati nxënësi, çati studenti ne e këshillojmë dhe i them, "Ok, hajde po e bëjmë një letër me potë dhe jot." Çka po ju pëlqen? Ju pëlqen ky pëndhans, ju pëlqen me marrë urdhën, ju pëlqen me pas rrogën e mirë, ju pëlqen me pas qasje me njerëz, ju pëlqen me pas përgjithësi, edhe fillojmë me i krahasu potë dhe jot të profesionit të cilit po i kërkon. Edhe në ndërkohë hymë në rrugën në të cilën po e sheh veten cila i pëlqen, edhe jo vetëm pëlqimi, po në të cilën ka më tepër njohuri. Po. Se edhe më herët e thash, pasioni shkon me njohuri. Nuk është pasioni vetëm një ëndër, unë e du me qenë astronaut, edhe në të cilën ti nuk ke njohuri vetëm pse e ke ndëgju. Edhe në shumicën e rasteve i sheh fëmijë të cilët janë në parashkollor edhe çdo njëri i ka me qenë pilot, ka me qenë astronaut, ka me qenë atë, dhe në ndërkohë duke e zhvilluar vetveten e shohim a ka prirje apo s'ka prirje, edhe ai pasion apo kthehet në atë realitet apo po kthehet vetëm një ëndër fëmirore. Kjo është pjesa në të cilën nuk mundemi me folë që zhvillohet edhe bëhet vetëm në moshën 18 vjeçare. Te nxënësit, te zhvillimi i nxënësve kemi këtë break-even point, e cila është prej klasës 9 në të 10-ën, që vazhdon me një gjimnaz natyror, mundet me vazhdu me një gjimnaz shoqëror, mundet me vazhdu me një shkollë profesionale, në të cilën edhe në shkollën profesionale, kur të regjistrohet, e sheh veten a është për atë profesion ose jo. Është një 3 vjeçar që zhvillohet psikofizikisht i riu. Sepse e bot një pikë shumë të rëndësishme. Unë shoh shpesh edhe hulumtime, ndonë se nuk janë hulumtime tamam shkencore, mirë po kena po shpesh për hulumtimeve që kanë dalë, që shumica e nxënësve pasi që përfundojnë klasën e 9, do me thonë kur bëhen gati me shku në shkollë të mesme, janë të prirën me zgjedhë gjimnazet natyrore. Edhe me ngajtë mas shoqënisë. Po, pikërisht. Kështu që po më intereson me ditë tash edhe zgjedhja e shkollës të mesme. Sa mundet me pas ndikim të qaj individ për çka ka me bo në talmen, për shkak që e kam përshtypjen që dikush që për një men nuk dënë me shku, nuk po di që po thunë nga mas shoqënisë, nuk dënë hiç s'ka të bëj me shkencat natyrore, e bën për hatër të shoqënisë ose për hatër të çati fenomenit për me shku në gjimnaz natyror, mirë po kënej është keq i apasionuar pas shkencave shoqërore, nuk shkon në shkenca shoqërore, a e bën një farë turbullime të krejt në shtave personalitetit edhe të mendjes edhe e bën konfuz çat fëmijë për talmen e vet? Realisht kemi raste të tilla edhe definitivisht bën konfuzitet. Sepse është e mira në kuadër të gjithave që në ndërkohë njeriu vedisohet për profesionit të cilin e don ose profesionit të cilin nuk e don. Fama, nëse mund ta quajmë atë pjesën e famës me shku në gjimnaz me krejt shoqërinë, me thonë që jam gjimnazist ose me thonë që jam në një profesion, është diçka që është shumë fatshkurte. Po fatmirësisht i kemi shkollat fillore të cilat i kanë në kuadër të kurrikules pjesën e këshillimit të karrierës, edhe tash kemi një ngritje të nivelit intelektual të njerëzve, edhe ngritje të nivelit intelektual të rinjëve, që me ligjëratave disuese që i bëjmë edhe na, si këshilltar të karrierës të shkollave mesme, shkojmë në shkolla fillore, ju tregojmë perspektivën se ku shkon me shkollë të mesme. Realisht, nëse keni një pasion, nëse keni një prirje, duhet me ecë mbas asaj prirjes. Edhe në shumicën e rasteve, ne kur e bëjmë prezentimin e profileve profesionale dhe profileve shkencore matematikore, ne i them në atë drejtim. Shoqëria prapë vazhdon se shkolla nuk është 24 orë. Po. Shoqëria është diçka tjetër. Po ju doni me studiu edhe ju doni me vazhdu në hapat e zhvillimit të juj profesional, aty ku ndiheni mirë.
aty ku ndiheni mirë, nuk do me thonë aty ku ndiheni mirë me shoqëni, jemi të fol, po jemi të fol aty ku ndiheni mirë me lëndë dhe kompetencat që jeni të i marë. Qartë, po du prapë me vazhdu të shkolla për shkak se pozita me cilën po flasim të dyat përshtatet domosdoshmërisht me shkollën, përveç këshilltarëve për karrierë, po du me ditë pak edhe për rëndësinë e mësimdhënësve në orientimin në karrierë për trit. Do me thonë, qysh mundet me ndiku një mësimdhënës i një lande të caktume, që qaj fëmijë ose qaj i ri, me ditë pak më herët se ku po dënë mu orientu. Për shembull, nëse një nxënës ka prire për një land të caktume, edhe shes që e ka pasion, e ka dëshirë, cili është ndikimi i mësimdhënësit në qatë rast që me jabon është ta ma qartë edhe nxënësit edhe kur mendojnë që e din për një me ose ka prire për qatë janë, po edhe kur mendojnë që nuk ka prire. Do me thonë, është mirë me i tregu me fillim se po thom atë anën e vërtet që për shembull, domosdoshmërisht nëse ki prire dush me vazhdu mirë, po edhe nëse nuk ka mi abo të ditur që dush me punu ma shumë me vetën, ose ku qëndron pozicioni i mësimdhënësit në këtë rast. Mësimdhënësi përveç që është mësimdhënësi i lëndës, mësimdhënësi lëndori i cili ju shpjegon pjesën e përmbajtjes së lëndës, është edhe këshillues në prapavi, sepse është pedagog. Dhe përveç që është pedagog, mësimdhënësi e sheh zhvillimin e çdo nxënësi në brenda vitit shkollor edhe në brenda viteve shkollore. Fatmirësisht që kemi në shumicën e rasteve një mësimdhënës që e përcjell një fëmijë prej klasës 6 deri në 9 ose prej klasës 10 deri në 12. E mira mbi të gjitha është që mësimdhënësi e nxjerr çdo herë të mirën nga nxënësi. Edhe e këshillon edhe e motivon që ta zhvillon atë të mirë që e ka. Nuk jemi udhëtare dhe unë besoj me fuqimisht besoj në atë pjesën që asnjë mësimdhënës nuk e demotivon një nxënës në kuadër të lëndës së vet të cilën ligjeron ose në kuadër të bashkëbisedimit që e ka, po e motivon për me e zhvillu vetveten. Po në ndërkohë nxënësi vetveten e sheh edhe ku është. Mësimdhënësi i cili sheh një prirje, i cili sheh një talent të veçantë te nxënësi, i ka hapësinat e veta të zhvillimit të nxënësit edhe hapësinat e veta të stimulimit të nxënësit për zhvillimin e njohurive pak më shumë krahasim me të tjerët. Unë e hap një horizont tjetër të zhvillimit, e hap një horizont tjetër të informatave edhe fillon të bashkëpunon. Fatmirësisht në Kosovën kuadër të mashtit, ne kemi edhe shumë gara, kemi garat e matematikësit, garat e fizikës, garat e kimisë, kemi garat e ekonomistë të ri, kemi garat e teknologjisë, në të cilën janë një lloj stimulimi për nxënësit me e pa vetveten ku janë edhe me bë një krahasim në kuadër të Kosovës jemi duke. Nëse flasim për tregun e punës, me qatë informata sa mundeni me i pas, po më intereson me ditë për jush, cilat janë profesionet në shta momentalisht më po e suj kushtimisht, ose profesionet më të përhapuna, më të globalizume, edhe cilat janë profesionet më fitimprurse, në mënyrë që me ditë edhe na pak që është trendi momentalisht. Ju nuk doni më udhëheq me pjesën monetare, doni më udhëheq me pjesën pasionante. Realisht tregu global, fatmirësisht me zhvillimin e internetit edhe IT-s, ne nuk kemi më kufi në profesione. Ne nuk kemi më ndalesë fizike të lëvizjes së nxënësve në një anë ose në të tjetrën, ose lëvizjes së rinis për me zhvillu vetën në aspektin profesional, po këtë e dim që trendi global është IT. Dhe mundësia e punës online, duke mos lëvizur edhe nga vendi, nga Kosova, kemi një numër shumë të madh të rinjve që punojnë për shtetet e jashtme edhe nuk lëvizin në Kosovë, e tregon që na kemi potencial të zhvillimit të rinis për të ofruar shërbime dhe për të përfituar nga shtetet e jashtme. Njështu, pjesa e studimit, nuk kemi të nda vetëm pjesën e tregut të punës, se një student mundet edhe me punu edhe me studiu, e keni opcionin e mirë të zhvillimit profesional edhe zhvillimit të studimeve në të njëjtën kohë. Një i ri e sheh vetën në profesionin e vetë në të njëjtën kohë, është pjesa e practice edhe pjesa e teorisë në mes. Qartë. Nëse unë jo personalisht, mirë po shoh që shumë të ri që shë thatë edhe jënë të prirën me i shku që ti trendit edhe me përshtat, me zhjetë profesionin e tyre në bazë dështë edhe të vlerës monetare që mundet me i sjellë ai profesion, edhe shpesh herë e kemi pa, jo shpesh herë, po mirë, në një pjesë të konsiderueshme e kemi pa që e zgjedhin karrierën që aty ku mendojnë që kanë me qenë më të sigurt në tarmen, të paktën financiarisht, edhe ku kanë me qenë më rahat, do të thonë brenda comfort zonës, po theme, edhe shpesh herë pas përfundimit studimeve, pas zgjedhjes së karrierës, e shohim që kanë problem, po i them, edukimin e vazhdueshëm. Edhe mu po më intereson marr parasysh unë vetë
jam pasionante për edukimin vullnetar, jam pasionante për punët vullnetare, njëkohësisht edhe nuk mendoj që edukimi është një proces që nis dikon edhe përfundon dikon. Për mendimin tim fjala edukim i vazhdueshëm është i faktuar, për shkak se edukimi vazhdon, edhe cilat janë disa metoda që mundem me i përdor për me i motivu të rinjt që edhe masi të orientohen në karrierë, masi të zgjedhin profesionin e tyre, bile edhe masi të kysen në treg të punës, me e pas ose me qenë të motivu me vazhdu me eduku në çfarë do lloj aspekte ose fusha, edhe nëse nuk përshtaten me tregun e tyre të punës. Unë shumë falenderoj që e hape këtë temë. Një gjë që duhem me ditë që karriera nuk është statike. Karriera është dinamike. Edhe karriera nuk është diçka që nuk ndrohet. Na mundem me pa që një i ri ose thjesht edhe unë në këtë moshën time, unë kam ndru karrierë. Kam qenë njerë në sektorin bankar, prej sektorit bankar, kam kalu në sektorin arsimor, po kam ndi vetët më mirë. Është e njëjta gjë. Mos e merrni që karriera është diçka që e vendos atash edhe nuk mundem me ndru. Jo, ndrohet, zgjerohet, edhe pasurohet me informatat e tjera. Nëse filloj me pjesën e zhvillimit ekonomik monetar, të cilën e kemi, është po, çdo personi nevojitet bazë monetare ekonomike, po i nevojitet edhe zhvillimi në karrierën tjetër në të cilën ndjen veten mirë. Se asgjë e cila nuk është e pangopshme, nuk ka zhvillim. Do të me qenë. Deri dikon në një fazë me hec edhe me ndryshu. Po tregu i punës vetë zhvillimi i personit, vetë zhvillimi psikofizik i personit, ja jep hapësinën me zhvillu vetveten dhe me ndru vetveten. Më thonë, shumë pak kemi njerëz që kanë fillu një karrierë, një shkollim edhe kanë vazhdu nga atë shkollim deri në fund të jetës, se nuk ban. Është diçka shumë dinamike, është proces shumë dinamik. Ma përmendem më herët pjesën cilë mundet me qenë profesioni IT-s na e shohim që është me një zhvillim me një hovë maramens. Se është me zhvillim edhe hovë maramens, është se ka interesim shumë të madh. Edhe shohim fushën e cila zhvillohet brenda sajna. Nuk mundem me thonë që një IT duhet me ditë të gjitha pikat e IT-s. Jo, edhe brenda IT-s i kemi branshet, i kemi degë të cilët specializohen vetvetiu. Është specializimi i rrjetit, është specializimi i wirelessit, i apsave, i webpaqeve dhe gjithave të tjera, po e përmendi vetëm shtu në aspektin telegrafik, se ka edhe shumë tjera të cilët edhe unë nuk i di, sepse nuk jam profesioniste asaj fushës, po njeriu duke e zhvillu vetveten e sheh ku është pjesa më e prirur e vetja, që ta plotson vetveten me njohuri, po një ashtu t'ja jep vetes edhe një bazë ekonomike të mirë. Fiks. Do me thonë, po pajtohemi që është shumë e rëndësishme, mas pare që orientimin karrierë me fillu që thatë jo, qysh prej fillimit procesit mësimore ose prej bankave shkollore që e thatë, qysh prej klasëve të hershme, me vazhdu në shkollën e mesme, po pajtohemi gjithashtu që jo gjithmonë shkon veç pasioni, duhet me fokusu edhe në ato që kemi prirje, influenca ose ndikimi pozitiv është i mirë pritër, deri atëherë kur nuk kthehet në imponim, edhe natyrisht me mundu me zgjedh një profesion ose një punë në cilën ndihemi rahat, ndihemi mirë edhe dim me e bo, pa marrë parasysh përfitimet këto financiare monetare dhe gjithmonë me qenë pro edukimit të vazhdueshëm. Para se me përmbyll këtë bashkëbisedim, nëse keni ndonjë mesazh për të rit, ju kisha lutur që më e dhon, për shkak se mendoj se ka me qenë i vlefshëm për secilën prej neve. Mesazhi im për të rit është çdo herë vraponi mas asaj që është e mira për ju. Edhe çdo herë analizojeni vetveten në çdo proces se çka kisha mujt me bëu unë më mirë. Reflektimi është një ndër mjetet më të mira të cilët i ndihmojnë një personi për të zhvilluar. Në momentin që e kaloni një situatë, momentin që e kaloni një provim, jemi të folë për pjesën e studimit, momentin që e zgjedhim edhe një fakultet ose hym me një punë, në fund të ditës mundeni me reflektua dhe me e pyet vetveten, çka kisha mujtë unë me bëu më mirë. Ajo përgjigjja çka kisha mujtë me bëu unë më mirë është pjesa e zhvillimit të juaj, sepse do të hulumtoni se çka bëhet më mirë në atë temë, do të hulumtoni se çka bëhet më mirë në atë punë, edhe do të hulumtoni se çka bëhet më mirë në ato marrëdhënie ndërnjerëzore. Se zhvillimi i karrierës nuk shkon vetëm si person, vetëm si individ. Ju keni me pas edhe një rreth të zhvillimit, keni me pas edhe një komunikim efektiv, keni me pas edhe një zhvillim të shkallësive të juaja të buta dhe të forta, dhe do të keni pjesa që është një ndër më të mirat, është do të keni pjesën e zhvillimit të empatisë, edhe inteligjencës emocionale. Nuk kemi të folë vetëm për inteligjencën IQ-n të cilën e kemi në baza shkencore dhe me numra statistikor, po jemi të folë edhe për pjesën e inteligjencës emocionale. Faleminderit shumë sinqerisht edhe për mesazhin edhe për praninë tuaj këtu. Ky është epizodi i radhës së podcastit Horizon Talk, e për më shumë shihemi në episodet e tjera.